Dhe një kod veshje. Me zhenjë? Unë? Po. I ka bashkuar lapsi, qëndrimin tënë dhe qëndrimin e zhenjt, që janë dy qëndrimet kundërta, dhe ti e konflikt interesin. Tani e drejtu si emisionin. Na jep kohën nëse na ke thirrur, të flasim, dhe jo të tregojmë sa lung kishte ndarë. Zhej, ç'kishe me mua ti? Përse... Unë s'jam referuar fare, që ti zbile në portalin tim, ke kaluar, ke qenë shumë elegant, media online, e përplaste opinionin Po, tënd. media mund të përplaste dhe ty me zhenjë tani, po. S'ka rëndësi, moje. Po, postojni pak të lutem, gjitha, po. Në Shqipëri, në ditët që jetojmë, ajo është një dasmë e mirë këtu. Në ditët që jetojmë, bëhen 2 dasma mbretërore në javë. Po ta keni vënë re ju. Do më thënë, këtu martojnë shumë mbretër. Jo, se s'ka ka shumë mbretër. Jo, të gjithë kështu quhen. Pa, kështu quhen gjithë mbretër. Tani. Jo, në Shqipëri. Tani. Ti e ke me emra konkret? Nuk kam, po. Çdo javë këtu ke dasma të mëdha. Në Shqipëri thua ti? Po, në Shqipëri. Po. Tani. Ju bët një ndryrje në fillim dhe thatë që menin pjesë më shumë se në kohën e Ahmet Zogut nga familjen mbretërore të Evropës apo të Afrikës. Veriut. Magrebit. Pjesë Magrebit, dakor. Po edhe Faktë, Po. ka është një shkrimtar i njohur rus, Paustovski, Konstantin Paustovski. që thot një gjë shumë interesante. Kjo është një gjë edhe pikëlluar dhe e bukur. Këta nuk janë më mbretër. Nuk e sot Paustovski sot kështu. Kur njeriu s'ka me se ta zbukuroj më veten, zhytet në kujtime. Pikëllimin e ushqen kujtimet. Po. Fakt, është dhe pikëlluese dhe e bukur. Po askush s'ka të drejtë ndaloj këta njerëz të mblidhen dhe të bëjnë këtë që bën. Ishte shumë e bukur, ishte e mirë. Ishte një ngjarje të cilën ne nuk duhet ta shikojmë në këtë anë. Dekori ishte i bukur, çdo organizim ishte i mirë. Do ishim shumë cinik nëse një vajzë dhe një djalë i ri që martohen, që quhen dhe princ, edhe ajo quhet princeshë për të parë. Ajo nuk është. Nuk janë as ata që kishin ardhur. Nuk janë bërë. Shiko, po le ta quajmë më veten të tillë. Mirë, marrën e mendimin kur njeriu quhet kështu, nuk quhet në këta tonët tua apo edhe ata tuaj që erdhën. Po gjithë bota. Graham Greene, një shkrimtar shumë i Edhe po të vitet djali i Hirohitos, ka një gjë, më fal. Ka një gjë shumë. Ka një roman në kryevepër fevzi të viteve 80 komedianët. Po. Një kandidat për president i kishte marrë 0,00001% të votave. I Green Party. Fal, shkoi në Haiti dhe bënte si president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Si kandidat. I prishte, si kandidate. Po i prishte punë dhe popullit aty, se ikte $50 dhe kur kthej 20 prej tyre ishin plagosur. Këtu e kemi problemin. Unë nuk kam absolutisht asgjë. Ku është problemi këtu? Te vetja jonë, te media. Te media. I kam dhe titujt e mediave. E kemi te vendi ynë, jo te mbret, jo 17 mas shpinës time. Të mirë kuptojmë, nga të gjitha shfaqjet dhe spektaklet që ne shikojmë çdo javë, kjo ishte një gjë e bukur. Gjithë shkëlqim më ylli, shife. Ky mori shkas. Fevziu ka marrë shkas nga kjo për ta bërë. Asgjë do të ishte cinike, e them sinqerisht, që ne të diskutonim këtë pjesë, që ka dhe gjëra shumë të bukura aty. Sigurisht ka dhe ato ngarkimin e madh me byzylykët, me fustanet e shqiptarëve. Po t'ju bësh llogarinë. Më fal. Ekziston një kod veshje. Po t'ju bësh llogarinë atyre që mblidhen aty, se një band janë këto, që shëtisin nga njëra ndas në tjetër. Po t'ju bësh llogarinë, ju del rroga e 50 vjetëve se nuk kanë në pjesë e tyre, as bizneset. Rroga e 50 vjetëve nuk i bëjnë dot ato veshje që paraqiten aty. Se një band janë. Tani, ne duam të diskutojmë, unë i propozoj zotit Fevzi të diskutojmë falsitetin e jetës tonë, atë pjesë që ne na vret çdo ditë. Sepse mbi këtë falsitet ne ndërtojmë të njëjtën gjë, kështu i mbanim dhe diplomat. Konkretisht ku e ke këtu vretjen, Rakimi? Falso është dasma? Fal, zoti Fevzi. Dasma është falso? Duhet të japë vërteti. Zoti Fevzi, ju lutem, duhet të saksoj diçka. Kam përshtypjen se nga kjo dasmë,